Përgjegjësia për mbarvajtjen e sezonit turistik është e përditshme dhe matet vetëm me rezultate konkrete në terren. Ky është mesazhi i dhënë gjatë takimit të zhvilluar me Task Force-ën e turizmit pas daljes së urdhrit të kryeministrit për përgatitjet e sezonit veror nga prefekti e qarkut të Vlorës Evis Sallushi, ku morën pjesë përfaqësues të pushtetit vendor, institucioneve qendrore, operatorëve turistik dhe grupeve të interesit. Prefekti Allushi në fjalën e saj u ndal në sfidat e këtij sezoni, që nga siguria në plazhe, respektimi i standardeve të shërbimeve, menaxhimi i trafikut dhe parkimeve, furnizimi me ujë dhe energji, siguria ushqimore, mbrojtja e mjedisit dhe kontrolli i mjeteve lundruese. Kjo në fakt nuk është një mbledhje formale dhe nuk është një takim protokollar, por është një moment përgjegjësie, sepse përballë kemi një sezon turistik me fluks të lartë, me pritshmëri të larta dhe me standarde që nuk lejojnë më improvizimin. Kjo task force ka vetëm një qëllim: koordinim real, jo në letër, veprim real dhe jo në deklarata. Sot sfidat janë të qarta: siguria në plazhe dhe hapësira publike, menaxhimi i stacioneve të plazhit, trafiku dhe parkimet, furnizimi me ujë dhe energji, mbetjet urbane, ndotja akustike, siguria ushqimore, mbrojtja e mjedisit dhe kontrolli i mjeteve lundruese. Çdo institucion duhet të kalojë nga qasja pasive në përgjegjësi aktive, nga raportimi formal në veprim real dhe nga pritja në ndërhyrje. Çdo vonesë është rrezik, çdo mungesë koordinimi është problem i drejtpërdrejtë për sezonin. Çdo vonesë do të raportohet në Ministritë e Linjës dhe në zyrën e kryeministrit. Dhe ne kemi detyrimin ligjor, institucional dhe moral të garantojmë këtë standard. Përmes bashkëndimit të plotë, disiplinës institucionale dhe angazhimit të përditshëm, do të garantojmë një sezon turistik të sigurt, të organizuar dhe dinjitos për Vlorën. Për nëndrejtorin e policisë Vlorë Shpëtim Hasan Aliaj, këtë drejtori ka hartuar tashmë një plan masash, ndërsa prej një korikut në terren për gjatë Bregdetit nga Vlora në Ksamil, do t'jenë në shërbim 380 punonjës policie në shërbim të sezonit turistik. Gjithashtu do të ketë kontroll edhe masat posaçme lidhur me zhurmat dhe muzikën në orare të caktuara, të cilat shpeshherë kanë qenë shqetësuese si për turistët vendas, ashtu dhe për ata të huaj. Ndar gjithë vinë e Bregdetit nga deri e Vjosës deri në Ksamil në 20 sektor shërbimi dhe për të ndarë dhe përgjegjësinë e punonjësve të shërbimit. Nga ana e drejtorisë vendore të policisë të angazhohen rreth 380 punonjës policie, të cilët do të angazhohen posaçërisht vetëm për sezonin turistik veror. Është menduar dhe ish kërkuar Departamenti i Sigurisë Publike në Tiranë një sasi forcash shtesë, të cilat do të vinë, mendohet vinë datën në një korrik. Janë menduar rreth 112 punonjës policie nga gjithë sektorët, nga hetimi, nga qarkullimi rrugor, nga shqipojnë dhe nga rendi publik. Në ndryshim nga të gjitha vitet e tjera, për mos pasur probleme, për të pandaluar të gjitha ngjarjet e rënda kriminale dhe për të siguruar rendin publik në të gjithë territorin e qarkut, ne do t'i kushtojmë një rëndësi të veçantë bashkëpunimit me shëndetin publik. Nga praktika viteve të kaluara ne kemi pasur shumë probleme edhe humbje të shtetasve të huaj dhe shqiptar që vizitojnë Bregdetin e Vlorës. Sipas kreut të operatorëve të jugut Vasil Bedinaj, ky sezon duhet jetë i suksesshëm, ndërsa ka ende shumë punë për të bërë. Bedinaj u ndal në infrastrukturën e kullave të mbrojtimit, të cilat sot e kanë humbur kuptimin e tyre, sipas tij, ndërkohë që nga 8 stacione plazhi, 5 prej tyre janë pa mbrojtues plazhi. Në 2 javë të fundit jemi promovuar në maksimum si qytet. Fakti që gjithë mediat kombëtare, ndërkombëtare po merren me ne do të thotë që kemi arritur diku. Personalisht jam ndier shumë mirë kur mediat greke apo amerikane merren me Vlorën, se para 10-15 vjetësh na njihnin si një destinacion që s'ekzistonte. Puna jone e përbashkët ka bërë atë që jemi këtu ku jemi sot. Brezi jon mendoj që është brezi që ka peshë më të madhe për ta çuar edhe më tutje këtë gjë. Jo investitor vendas po dhe të huaj, kushdo që ka interes të vinë në Vlorë të investoj, do të na gjejnë këtu duke kryer punën tona. Kemi bërë punë të mirë, unë ndihem personalisht ditë e fundit ndihem vërtet mirë, sepse nuk merret njëri me dikë që s'ka gjë. Merren me ne që kemi diçka. Dhe Vlorën, po, e kemi çuar aty ku duhet ta çojmë. Në një vend që zhvillohet, ka punë që bëhen mirë, po ka dhe që duhet bëhen më mirë dhe ka që s'bëhen më mirë. Personalisht mbas 20 vjetësh që kam qenë pjesë e këtyre bordeve, kam folur më shumë nga të gjithë, më kritiku nga të gjithë, po ja ku jemi sot. Kemi më eksperiencë, kemi më bashkëpunim dhe janë disa punë që duhet të bëhen më mirë. Dhe janë punë që duhet të kishin mbaruar. Institucioni bashkisë, pavarësisht përpjekjeve të tyre, ka 8 vende për orët e plazhit, ka 5 vakanta akoma. Domethënë, mos dilni në plazh publik derisa të gjejmë ne punonjësit. Jo, kjo nuk e privon, sepse ka tabela dhe ka sinjalistik që informojnë qytetarët që janë plazhe publike, por janë pa roje. Ndërkohë që fakti që qytetarët ne bëjmë thirrje publikisht që kush ka interes të vizitoj
Sa duash, po nëse duhem t'i rregullojmë ca punë, duhet të ecim pak më shpejt, edhe mos ta kundërshtojmë njëri tjetrin si kritik apo si ti s'më do mua apo unë s'e dua ty. Vendi i rojeve të plazhit, dil bëu 2 foto aty te Lungomarja, i ke janë kthyer në nuk janë më vendet e rojeve të plazhit, që nuk janë më për atë punë. Domethënë po i harxhohen këtë qytet me miliona euro prokurime çdo muaj dhe nuk prokurohen kullat e vrojtimit. Të dalin turistë të bëjnë një foto kullën e vrojtimit, aty është për faqe zez. Ne kemi qytetarë dhe biznes, na shqetëson çdo detaj në këtë qytet. Mos ma kundërshto, po thuaj të vend ta bëjnë. Por nëse duam që këtë qytet ta ngrem edhe një shkallë më lart, duhet jemi shumë të vëmendshëm. Ajo që më shqetëson si operator turistik, që na shqetëson si operator turistik gjatë gjithë kohës janë plazhet, janë pikat më të nxehta. Me këta roje, si kemi pasur 3 humbje jetë vitin e kaluar. Policia kufitare që ka një peshë shumë të madhe për sa i përket detit, kanë bërë punë shumë të mirë në vitet e kaluara, por e kam atë ndjesinë që janë shtuar shumë mjetet e lundrimit për turizëm, që dhe patjetër duhet një vëmendje. Keqja mund të ndodhë. Ne kemi pas 2 episode jo të mira për këtë sezon, që kemi marrë vëmendjen e mediave, gjithandej aeroporti Vlorës për leshjet atje. Situata nuk e di se pse, po që morëm vëmendje. Po ashtu dhe pjesa e Zvërnecit morëm vëmendje. Pra, të bashkëveprojmë me njëri tjetrin. Ne kemi këtu, kemi 5-6 vjet, 7 vjet që merremi me këto gjë dhe e dim se cilat janë pikat e nxehta dhe cilat janë pikat që edhe mund t'i anashkalojmë. Unë mendoj se ne jemi këtu në këtë tavolinë, i kemi të gjitha mundësit për ta dëgjuar njëri tjetrin, jo për t'u mërzitur njëri tjetrin. Pika e nxehtë është trafiku, policia kufitare dhe institucioni bashkisë. Gjatë diskutimeve u theksua se nuk ka vend për justifikime apo mungesë koordinimi, ndërsa vëmendja duhet përqendrohet te zgjidhja e problematikave që prekin drejt për drejt turistët dhe qytetarët, u kërkua që institucionet përgjegjëse të kalojnë nga raportimi formal në veprime konkrete dhe ndërhyrjet menjëhershme në terren. Sipas autoriteteve, koordinimi i përditshëm mbetet element i kyç për garantimin e një sezoni turistik të sigurt dhe cilësor. Në përfundim, u riteksua angazhimi i qeverisë shqiptare për zhvillimin e turizmit cilësor dhe elitar përmes disiplinës institucionale dhe menaxhimit të përditshëm të sfidave të sezonit turistik. Ndërkohë që më herët në takimet e zhvilluara me përfaqësues të institucioneve, me kryetarin e Bashkisë së Vlorë, operatorët turistik, drejtues të shërbimeve publike, si dhe me kapitenerinë e portit të Vlorës, është bërë e ditur se janë marrë të gjitha masat e nevojshme për të garantuar një sezon turistik sa më të mbarë.